Një individ që ka rrogën 500.000 lekë apo 600.000 lekë të vjetra. S'ka kohë të pushoj. S'ka kohë të pushoj? Sepse duhet bëj dy punë. Nëse jemi 500.000 lekë dhe je në Tiranë, apo edhe një qytet tjetër, s'ke kohë të pushosh. Tjetër ti mund të pushosh ke një tent, se pushimet nuk duhet të jenë shtrejta, mund të jetë edhe një piknik, mund të gjeneroj kujtime më të bukura se sa një hotel i shtrenjtë. Pra ne po i themi këtij individi që ti nuk duhet të pushosh në këtë fazë të jetës? Ti mund të pushosh, po nuk mund të shpenzosh. Si mund të pushosh pa shpenzuar? Mbi të gjitha, po çfarë mund të bësh me 600.000 lekë në këto pushimet si piknik, me një tent, me një çadër? Pushime në mal, pushime në det, pushime me një çadër që ti merr dhe ngu. Mos harroj që pas disa fotove luksoze, ambiente luksoze fshihen ca detyrime për të tretë. Jetë banka apo individ të tjerë. Jo domosdoshmërisht pushimet duhet bëhen për atë foton e Instagramit. Ti mund të pushosh shumë mirë, duke marrë një këmbërdare, ujë, Çadrën. Pushimin me vete dhe tash I themi ne, jo po s'është pushim ai. Sa eksperiencë e bukur është. Pikniku është ndër gjërat që ne harrojmë për ta bërë.